Mirëmëngjes. Sot populli shqiptar para këtyre zgjedhjeve të 11 majit e ka një shans shumë të madh që mos të shkojnë mas atyre që gënjejnë, atyre që mashtrojnë, atyre që korruptojnë, po të dinë të bëjnë kërkesat e tyre kur të ketë takimet me kandidat për deputet, të bëjnë kërkesat e tyre të krahasojnë vendin sa është zhvilluar për 13 vjet. E çka do të bëjnë këta kandidatë të ri që po votojmë për ta. Kështu që po pat mundësi çdo zonë, çdo kanton, çdo qytet, çdo lagje të Shqipërisë, çdo shqiptar të kërkojë llogari këtyre kandidatëve se çfarë do të bëjnë për Shqipërinë. Edhe si do ta nxjerrin Shqipërinë nga kjo krizë. Korrupsioni e krimit të organizuar kaq madh që s'kon kurrë në vendin tonë. Kjo është e gjithë puna, të kërkojmë ata që na duhet ne e të votojmë shpresën më të madhe që kemi Partinë Demokratike të Shqipërisë për të rrëzuar edhe një herë këtë diktaturë të re që është instaluar. Pra, edhe pse të votojmë Partinë Demokratike këtyre demokratëve, kandidatëve demokratë, do t'ju kërkojmë llogari, edhe do t'jenë ata që të betohen të na marrin fjalën për të hequr krimin e korrupsionit dhe për të bërë ndryshim në ambientet tona, në spitale, në shkolla, në qytete, në rrugë, gjithkund. Ju faleminderit.